Nëse keni ndonjë nga këto 6 probleme, hudhra mund të jetë gjithashtu shumë e dëmshme për ju. Hudhra mund të jetë dëmshme nëse vuani nga këto komplikacione. Sipas studimeve të shumta, konsumi aktiv i hudhrës mund të relaksojë enët e gjakut dhe të ulë gjithashtu presionin e gjakut. Ajo forcon sistemin tuaj imunitar dhe është shumë e dobishme në trajtimin e infeksioneve. Por nëse hahet e papërpunuar mund të shkaktojë gjithashtu edhe një erë të keqe nga goja, por mund të vrasë edhe një numër të lartë të bakterieve të organizmit. Sado i shëndetshëm që të jetë hudhra, në disa raste nuk duhet të konsumohet. Nëse merrni ullues gjaku, mos konsumoni hudhra në të njëjtën kohë. Nëse merrni medikamente për diabetin, mos konsumoni hudhra. Nëse keni probleme me mëlçin, mos i konsumoni hudhrat. Personat me stomak të ndjeshëm duhet të jenë në dorë shtrënguar me konsumin e kësaj përmbajtje ushqyese, pasi ndikon negativisht në shëndet.